Na umprifti në ditët e letërsisë shqipe në gjimnazin Petronini Luarasi Nersek. Aktiviteti për veprën e shkrimtarit tashmë të ndjerë na umprifti nga gjimnazi Petronini Luarasi Nersek solli përjetimet e tradisës letrare tetorit për shkak se mbaje pranë vetëlindjes së tij dhe ishte më prekës. Në njoftimin e postuar shkruaj se gjimnazi, Qendra Kulturore Fanoli dhe Bashkia Kolonjë me pjesëmarrjen e mësuesve dhe të ftuar të tjerë kujtuan shkrimtarin Naum Prifti, një ndër figurat më të ndritura të letërsisë dhe kulturës shqiptare, prozator, dramaturg, skenarist, mësues dhe redaktor letrar, por mbi të gjitha një njeri që deshi me shpirt njeriu e zakonshëm, gjuhën shqipe dhe jetën. Fragmente nga filmi artistik Kush vdes në këmbë me skenar shkrimtarit Naum Prifti u përcollën me emocione të veçanta, duke qenë se i kushtohet personalitetit të njohur të kombit mendimtarit martir Petronini Luarasit, emrin e cilit e mban me krenari gjimnazi e Sekës. Kujtimet dhe interpretimet dhe eset të reflektimit të nxënësve mbi veprën e mesazhet e shkrimtarit kolonjar Naum Prifti përcollën njohën që fjala artistike e tij gjen tek poezi sotëm, than Foçit. Ju shpreh falenderimet për zemërta organizatorëve nga gjimnazi Petronino Luarasi e Sek dhe zonja Anila Çuçillari, zonja Vënjola Rota, drejtoreshe e Drapit Korç, Qendër Kulturore Fanoli, i Bashkisë Kolonjë, gjithë të ftuarve dhe sipërmarrësve, mësuesve dhe nxënësve të klasave të 10-ta për këtë takim të bukur letrar.